Lori, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi dhe ditën e sotme tek lindja e mesme ndër kaq kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti amerikan Donald Trump. Ashtu siç është raportuar gjatë ditës, kanë zhvilluar këtë diel një bisedë telefonike dhe të dy udhëheqësit diskutuan mundësinë e rinisjes së luftimeve me Iranin, ndërsa nga ana tjetër dhe presidenti i Amerikës Donald Trump e informoi gjithashtu Netanyahu për vizitën e tij të fundit që bëri në Kin. Kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime Ruel Domi. Ruel, përshëndes Knesja. Përshëndes Knesja. Atë Ruel, për ta nisur me zhvillimet e fundit, fillimisht do doja të dija se si e ke parë vizitën që Donald Trump zhvilloi në Pekin dhe takimin e tij me Xi, dhe ndërkaq pse tashmë Trump po koordinon dhe lëvizjet me Netanyahun më njëherë pas vizitës tij në Pekin? Shiko, do doja të nisja nga kjo e fundit, në fakt nuk mendoj që ka një koordinim të dukshëm ndoshta me Netanyahun, patjetër që në rast se do të kishte një koordinim patjetër që do të kishte të bënte me çështjen e Iranit, sepse ne e dimë mirë që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli janë në një konflikt ose në një luftë drejt për drejt me Iranin, dhe sigurisht që në rast se ti ke folur, pra pala amerikane ka biseduar me palën kineze për çështjen e Iranit dhe për çështjen e ngushëllisjes së Hormuzit, vetëm në atë moment ndoshta mund të kishte një koordinim me Netanyahun. Megjithatë, ajo çfarë ne duhet të shohim nga ky takim, pra nga takimi midis Trumpit dhe liderit kinez Xi Jinping, në fakt ka shumë gjëra, por kryesorja ka të bëjë me faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç e kemi thënë në këtë emision disa herë, e konsiderojnë Kinën rivalin kryesor për dominancë globale ekonomike, pra të tregjeve, dominancë globale ushtarake, diplomatike etj. Dhe në këtë kuadër sigurisht që ne pam që kur pala amerikane ul me palën kineze, domethënë Trumpi kishte marrë të gjithë artillerinë e rëndë të politikës amerikane, gjithë kabinetin e vet, me sekretarin e shtetit Marco Rubio, me sekretarin e mbrojtjes Pete Hegseth, me zëvendës presidentin JD Vance, kishte ardhur me artillerinë e rëndë ekonomike, pra me të gjithë miliarderët, nga CEO i Nvidias tek Elon Musk i Teslas, dhe sigurisht që përveç përballjeve gjeostrategjike midis amerikanëve dhe kinezëve, patjetër që përballja ekonomike është në krye të agjendës në një farë mënyrë, sepse kompanitë amerikane dhe kompanitë kineze janë rivale në fushën e inteligjencës artificiale, janë rivale në fushën e prodhimit të makinave elektrike, dhe sigurisht edhe një sër tematikash të tjera, por të tregon që Shtetet Bashkuara të Amerikës e shohin Kinën si rival kryesor, dhe në përgjigje të këtij rivaliteti është një detaj shumë interesant fakt që unë kam ndarë edhe në vende të tjera, po e ndaj edhe këtu me ty, që Xi Jinping i kishte thënë presidentit Trump që mos bijeni në kurthin e Tukididit. Dhe në fakt kurthi i Tukididit është një koncept që daton nga antikiteti grek, nga filozofi Tukididi, i cili pa që midis Athinës dhe Spartës, pra midis Spartës që ishte fuqia e asaj kohe dhe Athinës që ishte fuqia në ngritje, pati luftë. Dhe pastaj ka qenë geopolitikani i njohur amerikan Graham Allen i shkollës Harvardit, Universitetit Harvardit, i cili studioi 16 konflikte, dhe nga 16 konflikte midis fuqisë në zyrë, nëse mund ta quajmë, dhe kandidatit për të bërë fuqi e madhe, për të bërë fuqi globale, nga 16 raste, 12 raste ka pasur konflikt armatosur. Ka pasur luftë, dhe në një farë mënyrë Xi Jinping po i thot Trumpit që na e kaloni stafetën butësisht në mënyrë që mos të ketë luftë, mos ketë konflikt. Ky është një detaj interesant që do doja ta ndaja për të shpjeguar në një farë mënyrë dinamikën midis SBA-ve dhe Kinës. E qartë, Ruel, mendon se ka pasur në një marrëveshje të fshehtë mes presidentit amerikan edhe Xi? Nuk di të them për një marrëveshje të fshehtë, megjithatë di që patjetër janë diskutuar tematika të rëndësisë globale, duke filluar nga ngushëllisja e Hormuzit dhe kriza në Iran. Patjetër që është folur që është dakordsuar fakti që Irani nuk do të ketë armë bërthamore, dhe madje Kina dhe ka si thosh e ka vënë veten ose është vetë ofruar që të ndërmjetësojë për konfliktin midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Kujtojmë që Kina pavarësisht se në duke është të rrequr nga linja mesme, në fakt është përpjekur gjithmonë që të futet në linjën e mesme nëpërmjet mënyrave të ndryshme. Për shembull, porti i Haifës, porti izraelit i Haifës, është i operuar në fakt nga kompani kineze, që është shumë e çuditshme sepse Izraeli presupozohet të jetë aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nga ana tjetër, dikur, pra përpara 7 tetorit të vitit 2023, përpara sulmit Hamasit, Kina u fut në lidhjen e mesme me idenë që do pajtonte Arabinë Saudite dhe Iranin
sepse e konsideronte në benefit të politikës së vet të pajtonte Arabinë Saudite me Iranin, por ishin amerikanët ata që ndërhyjnë. Domethënë Kina është përpjekur gjithmonë të bëjë lëvizje në lidhjen e mesme dhe në këtë kuadër është vetë ofruar që të jetë mediator midis SBA-s dhe Iranit, dhe presidenti Trump sigurisht nuk e ka pranuar këtë gjë. Nga ana tjetër, një çështje shumë e nxehtë mbetet inteligjenca artificiale, makinat elektrike, tarifat, fakti që Kina për vite ka vjedhur atë që intellectual property ose prona intelektuale e kompanive amerikane, dhe sigurisht çështja ndoshta më kryesore që ndan Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Kinë është çështja e Tajvanit, sepse ne e dimë mjaft mirë që Kina e konsideron, ose Kina komuniste, Republika Popullore e Kinës e konsideron Tajvanin, Republikën e Kinës, ndryshe, pjesë të vetën, nuk e konsideron shtet sovran të pavarur. Ky në fakt është një qendrim amerikan që nga viti 1979, pra që nga viti 1979 nga administrata Jimmy Carterit, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndjekur atë që quhet One China Policy, pra politika e njërës Kinë, duke njohur Kinën komuniste, qeverinë e Pekinit, Republikën Popullore të Kinës si të vetmin entitet që qeveris kinezët, pavarësisht se në mënyrë jo de jure, po de facto ka njohur sovranitetin e Tajvanit. Në fakt, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një marrëveshje të sigurisë të mbrojtjes me Tajvanin, dhe kjo është arsye pse Kina nuk e sulmon Tajvanin, dhe sigurisht mbetet thuhet që në rast se do të kishte një konflikt të drejtë për drejtë midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, ai do bëhet në Tajvan, sepse flitet që në rast se Kina do të sulmonte Tajvanin, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ndërhynin për ta mbrojtur Tajvanin, dhe kjo është thënë nga presidenti Joe Biden. Në kohën kur Bideni ka qenë në zyrë, në mes të luftës në Ukrainë, i kohë kur SBA-ja kishte financuar luftën në Ukrainë me diku $300 miliardë, ai u pyet që në rast se Kina do të sulmojë Tajvanin, ne do ta mbrojmë, e ka thënë në mënyrë eksplicite këtë gjë. Kjo në kohën e administratës Biden. Tani Grisela lind pyetja pse po diskutohet Tajvani pikërisht tani, sepse në planin e Partisë Komuniste Kineze është që Tajvani do të bërë pjesë e Kinës brenda vitit 2027. Sepse në vitin 1927 është krijuar Republika Popullore e Kinës, ka nisur lufta civile midis komunistëve dhe Kuomintanit, që është Partia Nacionaliste që pastaj është vendosur në Tajvan, luftë civile që zgjatej deri në 49-ën dhe që u fitua nga komunistët në Kinë, por 1927-2027 janë 100 vite, pra 100 vite nga formimi i shtetit të modern kinez komunist, dhe në këtë kuadër Kina komuniste kërkon ta absorbojë ose ta fusë prap Tajvanin në tutelën e vetë qeverisë, dhe flitet që do të ketë një pushtim fizik, kinetik të Tajvanit në vitin 2027 nga ana e Kinës. Dhe sigurisht që në rast se kjo do të ndodh, Amerika do të testohet, sepse nëse qëndron hezitante, nëse nuk bën asgjë, nëse nuk e zbaton atë marrëveshjen që ka me mbrojtjen me Tajvanin, kjo mund të sinjalizojë që Amerika nuk i merr seriozisht marrëveshjet e mbrojtjes që ka me vendet e tjera. Mund t'i thotë edhe Serbisë për shembull që shiko, me vërtet ne Kosovën e mbrojmë me NATO, po ju mund të futeni se ne s'do bëjmë gjë. E kemi thjesht në letër këtë gjë. Pra mund të prodhojë një efekt domino kudo. Dhe sidomos të Kosovës, sepse Serbia sheh Kosovën siç Kina sheh Tajvanin, dhe nga ana tjetër, në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës reagojnë ndaj pushtimeve të Tajvanit, që shpresojmë mos ndodh kurrë, atëherë hyn në një konflikt të drejtë për drejtë me Kinën. Pra është një thikë me dy presa. E Shardurel, nga ana tjetër, a mund të jetë Kina ajo pra që mund të frenojë, le të themi, ndezjen e konfliktit pra mes SBA-s dhe Iranit? Në aspektin e frenimit, konflikti është ndezur dhe nuk ka çfarë të frenohet më. Ajo çfarë Kina mund të bëjë normalisht është të mbush mendjen e Iranit që të heqë dorë nga ambicet për marrjen e armëve bërthamore në këmbim të një farë mënyre dhënies së sigurisë afatgjat nga ana e Kinës. Mund të japi Iranit marrëveshje të mira për blerjen e naftës, në një kohë kur ka një blokadë detale që ka bllokuar gjithë portet iraniane, dhe Irani po mbet $400 milion në ditë nga mosshitja e naftës, $400 milion në ditë hemoragji ekonomike nga ekonomia e Iranit për shkak se nuk po shet dot naftën. Dhe një sër gjërash të tjera që mund të kenë të bëjnë me garantimin e regjimit, por unë mendoj që edhe nëse Kina futet në valle, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë ndarë mendjen që do përpiqen të dobësojnë influencën e Kinës. Dhe nëse Kina arrin ta portretizojë vete si stabilizuese dhe si paqëruese, dhe arrin të japi fund konfliktit në Iran, atëherë Kina do të fitojë. Kina do të marrë legjitimitet dhe më të shtuar, ndërkohë që ne kemi thënë dhe në studion tonë që kjo luftë ndaj Iranit është hapur sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në fakt në luftë të ftohtë me Kinën. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i ka lënë mend që të nisë një luftë me Iranin për të dobësuar Kinën dhe ta forcojnë Kinën. Pra do bëjnë çdo gjë që Kina të dobësohet.
në radh parë duke goditur supply chains, pra duke goditur zinxhirin e ofertës, kjo goditet sigurisht duke vënë presion mbi ngushticën e Hormuzit, sepse Kina merr 30% të naftës nga ngushtica e Hormuzit, por bëhet sigurisht edhe duke i dhënë një fund të luftës pa e portretizuar Kinën si paqëruese, si stabilizuese. Sepse në rast se ndodh kjo gjë, atëherë Amerika do të ketë probleme shumë të mëdha në raport me këtë rivalitetin që ka me Kinën. E qartë, në fakt në rojtë sa i përket edhe armëve bërthamore, është thënë nga sekretari Amerikan i Energjisë se Irani tashmë është javë larg pra ndërtimit të këtyre armëve bërthamore. Sa reale është Ruel dhe cili është rreziku? Shiko, këtu ka në fakt një dualizëm nga para-amerikane, që është një dualizëm i cili sigurisht lë shumë vend për dyshim dhe për interpretim, sepse në njërin anë në qershor të vitit 2025 u tha që është goditur ky materiali bërthamor i Iranit, janë goditur ato qendrat e pasurimit të uraniumit në tokë etj. Më pas u tha që tani ka nevojë për një pushtim sepse akoma nuk janë goditur ose ka akoma ambicie Irani për të ndërtuar armë bërthamore. Është thënë deri tani që janë goditur të gjithë qendrat e pasurimit të uraniumit, por tani thuhet që prapë Irani, pra më është çështje, duhet kuptohet për çfarë ka nisur kjo luftë. Pra kjo luftë ka shumë arsye, por në raport me armët bërthamore nuk është çështje e apo ndërton Irani armë bërthamore apo nuk po ndërton. Është çështje e a ka qëllim Irani të ndërtojë armë bërthamore. Pra, jo më kot për shembull ka ato 14 pikat e famshme, që Trumpi ka dërguar ose SBA ka dërguar Iranit në moment të Pakistanit, dhe që Irani është kundër përgjigjur. Një prej pikave amerikane ka qenë që duhet të ndalohet pasurimi i uraniumit për 12 vite. Qartë. Dhe kjo sigurisht është një mesazh që amerikanët kërkojnë garanci afatgjata që Irani nuk do të kërkojë të ndërtojë armë bërthamore. Pra, është çështje intencione, nuk është çështje aftësie e Iranit për të ndërtuar armë bërthamore. E qartë, por pse po rikthehet Ruel frika globale, po them, nga armët bërthamore dhe nga ana tjetër se i rrezikshëm është edhe uraniumi i pasuruar në 60%? Po nis nga kjo e fundit, uraniumi i pasuruar mbi 60% në mos gaboj është i përdorshëm vetëm për armë bërthamore. Qartë. Të paktën kjo është sipas IAEA, pra Agjencia Ndërkombëtare Atomike, që merret me këtë punë, që ka vajtur dhe ka bërë auditimet e veta në këto centralet e pasurimit të uraniumit në Iran dhe ka konkluduar se Irani po i përdor me shumë gjasa këto për armë bërthamore, por të mos folur pastaj edhe për faktin që në rast se do përdoreshin për energji elektrike, pra do përdorin energji nukleare për energji elektrike, do ishin të dukshme, nuk ka nevojë ta fshehesh uraniumin nën tokë, në rast se ti po e përdor për energji elektrike. Pse po e fshin nën tokë atëherë, nëse ti po e përdor për qëllime të mira? Pra programi bërthamor i Iran ose programi i pasurimit të uraniumit i Iranit ka lënë gjithmonë dyshime tek perëndimorët. Kjo është përgjigja e pyetjes së dytë. Tani pyetja e parë ishte pse po rikthehen vëmendjen te armëve bërthamore. Nuk është se po rikthehet, ka qenë gjithmonë aty. Por sa herë që ka ambicie të një vendi, sidomos një vendi radikal, për të ndërtuar armë bërthamore, ka dyshime. Unë të garantoj që edhe nëse Shqipëria nesër do të kërkojë të merrte armë bërthamore, po jap një shembull komplet hipotetik, sigurisht që të gjitha vendet do ishin të shqetësuara, sepse klubi i vendeve që kanë armë bërthamore, sipas marrëveshjes së mos proliferimit, sipas traktateve të mos proliferimit, nuk duhet të zjerohet dhe nuk duhet të zmadhohet në asnjë skenar, në asnjë kondit. Që thotë, kemi vende me armë bërthamore, por nuk na duhen më shumë vende me armë bërthamore. Ky është një konsensus ndërkombëtar, sepse në rast se armët bërthamore proliferohen, pra në rast se vendet të reja fillojnë të marrin armë bërthamore, rivalet e tyre, për shkak të dilemave të sigurisë që vendet kanë, për shkak se vendet drejtohen nga njerëz dhe natyra njerëzore e tillë është, do kërkojnë të marrin armë bërthamore. Pra unë kam thënë disa herë në emisionin tonë, por vlen të ripërsëritet për teleshikuesit që po na ndjekin. Irani do merrte armë bërthamore, supozojmë. Arabia Saudite kishte thënë qartë që në rast se Irani do marrë armë bërthamore, do marrim dhe ne. Siç për shembull, në rast se Serbia, po ja fuskotë, do kërkonte të merrte armë bërthamore dhe shqiptarët do donin të armatoseshin, sepse ne pyesim veten tonë pse ky vend kaq hostil me shqiptarët, që financon propagandë anti-shqiptare në të gjitha vendet, pse kërkojnë ta të marrin armë bërthamore. Pra dash një shembull hipotetik për të thënë që kështu funksionon real politika e vendeve dhe jo më kot, fuqitë e mëdha, sidomos pesë fuqitë që ulen
në karriget e përhershme të Këshillit të Sigurimit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Rusia dhe Republika Popullore e Kinës kanë vendosur që klubi i mbajtësve të armëve bërthamore si poseduesve të testatave bërthamore të mos rritet. Kështu që ajo çfarë duhet të them është që nuk është një çështje që po ngrihet tani, është një çështje që ka kohë që flitet. Programi bërthamor i Iranit është parë me shqetësim për shumë vite. Në vitin 2013 administrata Obama hyri në një marrëveshje me qeverinë e Iranit, e famshme marrëveshja bërthamore e Iranit, JCPOA është emri, pra Joint Comprehensive Plan of Action, ky është termi në anglisht i plotit, por quhet marrëveshja bërthamore e Iranit ose marrëveshja bërthamore e Obamës. Dhe kjo marrëveshje bërthamore u bë sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin të shqetësim që këta po do të kenë armë bërthamore, por me ardhen e administratës së parë Trump, duke parë situatën në terren, duke i besuar inteligjencës izraelite, inteligjencës saudite etj, u pa që Irani me të vërtet po merrte këto lëshimet në sanksione, por po e vijonte fshetasi në programin e pasurimit të uraniumit, pra nuk po respektohej marrëveshja. Dhe në këto kushte do duhet të përdoret ajo që quhet hard power, pra fuqia e fortë, fuqia e ashpër, fuqia ushtarake ose dhe ekonomike po duhesh me sanksione etj për të ndalur ambicet bërthamore të Teheranit. E qartë, por Ruel, nga ana tjetër, duke qenë se ka edhe presione pra nga pala amerikane, mendon se këto presione do ta lëviznin ose Iranin pra të përshpejtonte programin e tij bërthamor? Presionet patjetër që mund të nxisin ato dilemën e sigurisë që unë përmenda, pra në rast se një vend ndihet i pasigurt, sigurisht që do kërkojë të marrë masa për ta shpejtuar sigurimin e vet. Sigurim më të mirë ndaj një vendi sesa armët bërthamore nuk ka. Pra një vend që se ka armë bërthamore me gjasa nuk sulmohet dot në një vend tjetër. Kjo është arsye pse armët bërthamore ekzistojnë. Por kjo nuk është më çështje sigurie, sepse Irani e ka nisur programin e armëve bërthamore dhe është çështje kapabilitetesh, pra me të vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dinë që mund ta nxisin dëshirën e Iranit për të marrë armë bërthamore mbas së sulmit. Por nga ana tjetër ata e dinë këtë gjë dhe thonë jo, ne do t'ja shkatrojmë të gjitha mundësitë që ata të kenë për të ndërtuar armë bërthamore. Që edhe në rast se ata të duan të ndërtojnë armë bërthamore, nuk e kanë mundësinë, sepse ç'a ndodh? Edhe sikur amerikanët të mos të sulmonin, Irani do të vazhdonte me programin e vet të pasurimit të uraniumit për të ndërtuar armë bërthamore. Pra Irani si i sigurt, si i pasigurt do kërkojë të ndërtojë armë bërthamore. Atëherë si zgjidhet kjo gjë? Sepse marrëveshja nuk funksionoi. Ti hapësh Iranit siguri nuk funksionoi. Atëherë e vetja mënyrë si kjo zgjidhet është me operacion ushtarak dhe jo më kot. Në shkurt të vitit 2026, presidenti Trump në bashkëpunim me palën izraelite autorizoi operacionin Furia Epike. Çfarë pritet ndodhur në javët në vijim? Pra do të kemi një marrëveshje apo diplomacie apo nga ana tjetër do të kemi një përshkallëzim të mëtejshëm ushtarak? Unë mendoj që nuk do të ketë marrëveshje sepse është e qartë që palët nuk po merren vesh. Pra ka disa marrëveshje në tavolinë të cilat janë në një farë mënyrë refuzuar. Kemi një armpushim që me datën 8 prill, i cili më pas u thye nga Irani, duke ditë që Irani goditi 2-3 luftanie goditi Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe goditi edhe një kargo, një anije kargo nga Korea e Jugut që po kërkonte të kalonte ngushticën e Hormuzit dhe nga ana tjetër në përputhje me bllokimin e ngushticës së Hormuzit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur një blokadë detare. Pra jemi në fazën kur ka një armpushim në sensin që kanë përfunduar hostilitetet tradicionale, por jemi në fazën kur konflikti ka ngelur aty ku është, ka vija të ngrira të konfliktit. Dhe ose do të ketë një mbyllje përpara kampionatit botror, duke ditë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar që ky eveniment të shkojë mirë, ose pastaj do të kemi një vijim të konfliktit deri në zgjedhjet e mesmandatit. Dhe unë kam parashikuar që mbasi zgjedhjeve të mesmandatit do të ketë një vendim të madh nga administrata Trump në raport me këtë luftë, sepse ata nuk po çojnë çizme në terren për shkak të zgjedhjeve të mesmandatit, për shkak se e dinë që është jo popullore me publikun amerikan. Por në rast se në momentin kur zgjedhjet e mesmandatit përfundojnë, presidenti Trump ka dhe një vit e gjysmë në zyrë në detyrë dhe nuk ka rikandidon, pra nuk ka asnjë lloj frike ose incentive politike për të bërë ose për të mos bërë diçka.
Qartë. Dhe kërkon të lë një trashëgimi të mirë, një trashëgimi fituese dhe ndoshta çon dhe trupa në Iran, sepse po kuptohet që pa trupa nuk fitohet dot kjo luftë. A do të jenë trupat në operacione të mëdha ushtarake, siç ne kemi parë në Irak apo në Afganistan, apo do të kemi operacione specifike të targetuara kirurgjikale, siç mund të jenë ato për shembull që u përfolën në ishullin Karg, që nga ku Irani përpunon 90% të naftës që tregton, kjo mbetet për të parë. Por megjithëse zgjedhjet e mes mandatit do të jenë një turning point, do të jenë një pikë these në raport me këtë luftë. E qartë, por nga ana tjetër, pse Trump tashmë po i kushton kaq shumë rëndësi pra njëkohësisht Kinës, Iranit, por dhe Gadishullit Korean? Tani, së pari, Irani ka rëndësi sepse në Iran ndodhet ngushtica e Hormuzit. Dhe siç e kemi thënë, rivaliteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës me Kinën bën që Shteti Bashkuar të Amerikës të kërkojnë të kontrollojnë të gjithë ato që quhen choke points ose pika nevralgjike të kalimit të madhrave, të kalimit të pasurive minerare, të kalimit të hidrokarbureve etj. Në këtë rivalitet me Kinën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kërkojnë të kontrollojnë këto nyje, këto pika nevralgjike. Prandaj për shembull Brisela, përveç se flitet për ngushticën e Hormuzit, për shembull flitet edhe për ngushticën e Malakës, që është në Indonezi për shembull. Pra tani është bërë një çështje, po bëhet luftë ngushticash kjo. Të gjithë vendet që kanë ngushtica, deri dje konsiderohen në avantazh, që shikon ne kemi ngushticë. Nesër thonë ndoshta mund të bëhemi ne fush betejë me konfliktit, sepse kemi një ngushticë. Dhe këto dy fuqi janë në një rivalitet me njëra tjetrën. Çfarë do bëjnë në raport me këto ngushtica? Pra në vetvete, ngushticat kanë një rëndësi strategjike në dominancën globale. Kjo është e para. Pastaj, në raport me Gadishullin Korean, po të lexojmë strategjinë e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po të lexojmë strategjinë e mbrojtjes kombëtare. Pra kemi një National Security Strategy të mbrojtjes kombëtare, National Defense Strategy të mbrojtjes kombëtare, kemi edhe një National Security Strategy, pra të sigurisë kombëtare. Këto dy dokumenta të publikuara njëri pas tjetrit plasin qartë që Kina duhet mbajtur në Indo-Paqësor. Dhe mënyra si Kina mbahet në Indo-Paqësor bëhet sigurisht duke kufizuar influencën kineze në hemisferin perëndimor, prandaj u bë operacioni në Venezuelë, prandaj flitet që do ketë një operacion tjetër në Kubë, prandaj presidenti Trump kërkoi që kanali Panamas të rikthehej Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të mos operohet më nga kompani kineze, prandaj ka kërkuar që Kanadaja të bëhet shteti 51 që mos ketë influencë kineze atje, prandaj ka kërkuar që gjiri i Meksikës të riemërtohet gjiri i Amerikës etj. Pra Kina të në një farë mënyrë, nëse mund të përdorim një term ndoshta më vulgar, pra të zbythet në një farë mënyrë se të lëvizet nga hemisfera perëndimore. E dyta, të duke lëvizur influencën ose ndikimin ekonomik që Kina ka mbi Evropë dhe mbi rajonet tjera, po mbi Evropë. Kjo për shembull shihet në marrëveshjet e energjisë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë me vende si Greqia dhe Shqipëria. Në Vlorë për shembull do ndërtohet një central që do marrë këtë liquefied natural gas, të LNG-n, gazin likuid natyror, dhe do ta transmetojë në disa vende të rajonit për të kundërbalancuar ndikimin ekonomik kinez. Kjo bëhet duke në një farë mënyrë zvehur ndikimin ekonomik të Kinës në Afrikë. Dhe flitet që ka një marrëveshje të fshehtë midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë, që rrit në mënyrë të ndjeshme influencën turke në Afrikë për ta ulur atë dhe për ta zbërur atë në lidhjen e mesme. Në mënyrë që Izraeli të ketë në kontroll lidhjen e mesme dhe Turqia në një farë mënyrë të rrisë ndikimin e saj në Afrikë për të kundërbalancuar Kinën. Turqia sigurisht si një aleat i Shtetit e Bashkuar të Amerikës, pra në këtë kuadër zgjerohet në Afrikë. Dhe së fundmi, duke bërë të mundur që Kina të mbahet Indo-Paqësor dhe të mos kërkojë të pushtoj Tajvanin. Të mos harrojmë që Tajvani, ishulli i Tajvanit, Republika e Kinës, prodhon 80% të semikonduktorëve në botë. Këto semikonduktorët Brisela dhe për teleshikuesit, sepse flitet qipa, mikroqipa, semikonduktor, por nuk se haro tamam çfarë është pra. Semikonduktorët janë të nevojshëm për prodhimin e qipave dhe mikroqipave, CPU-ve. Të gjitha pajimet që ne përdorim, nga ky kompjuteri me cilin unë kam hyrë sot në këtë lidhje direkt, tek projektori që ju mund keni aty, tek laptopët, tek telefonat, tek të gjitha kanë të gjithë CPU, kanë të gjithë mikroprocesorët. Dhe mikroprocesorët bëhen me qipa. Në momentin kur Kina pushton Tajvanin, kontrollon 80% të semikonduktorëve të botës, kontrollon 80% të qipave të botës, kontrollon 80% të çdo gjëje që ne përdorim.
A është e mirë kjo për dominancën amerikane? Sigurisht jo. Prandaj Shtetet Bashkuara të Amerikës thonë jo, ju nuk do ta pushtoni Tajvanin. Pra, ka rol Korea. Pse? Sepse ka fjalat me Kinës Korenë e Veriut aty. Pra duhet që Kina të një farë mënyrë të mbajë vetëm në atë zonë vet, duke fortifikuar Korenë, duke mos lejuar pushtimin e Tajvanit dhe duke ndërmarrë ato hapat e tjera në hemisferin perëndimor, në Evropë dhe në Afrikë, për cilën unë të fola. Qartë, Ruel, nga ana tjetër, nëse nuk do të kemi një marrëveshje pra edhe gjatë këtyre javëve të ardhshme, mendon se Trump ka një plan afatgjatë për rrëzimin e regjimit iranian? Kjo është një pyetje e drejtë që ti shtron, sepse së pari herë duhet të kuptojmë çfarë kemi ne në mendje me rrëzim regjimi. Sepse rrëzim regjimi mund të jetë që ti heq regjimin e mullave të ajatollave dhe sjell shahun, mbretin e Iranit, para revolucionit të 79-s. Shtetet Bashkuara të Amerikës, administrata aktuale e SBA-ve nuk e do këtë gjë. Të mos harrojmë që shahu u instalua në vitin 53, mbasi Britania e Madhe bëri një puç shteti ndaj kryeministrit të asaj kohe, Mohammed Mossadegh. Pra deri në vitin 53 Irani ka qenë një demokraci, nuk mund ta qenë demokraci liberale, por ka qenë një demokraci si Turqia për shembull. Në vitin 53 britanikët rrëzojnë Mohammed Mossadeghun edhe sjellin shahun. Dhe shahu e qeverisë Iranin deri në vitin 79 kur bëhet revolucioni islamik. Administrata Trump e ka refuzuar ose e ka nxjerr jashtë, e ka ruled out, kujton, pra nuk e quan si opsion rikthimin e shahut. A është demokracia në Iran një opsion? As kjo nuk është një opsion. Kështu që kur flasim për rrëzim regjimi, vetëm opsion që ngjet është të kemi një ndryshim brenda regjimit. Pra, në vend të një shahu në vend të një ajatollahu pro-Rusisë dhe pro-Kinës të vjetë një ajatollah që është i gatshëm të bëjë marrëveshje me amerikanët, për shembull mos të mbështesë terrorin dhe Izraelit e tjerë. Siç ne kemi parë në rastin e Venezuelës, pra në rastin e Venezuelës u mor Maduro, nuk u soll Delcy Rodriguez. Nuk u soll Maria Machado, që është lidera e opozitës, që ka marrë dëshmimin Nobel të paqes. Nuk u soll Edmundo González, që është në fakt kryetari i opozitës në Venezuelë, fitoi dhe zgjedhjet përballë Maduros, por Maduro prapë qëndroi në pushtet. Nuk u sollën këta të dy liderët e opozitës. U bë Delcy Rodriguez, që ishte vëvendësja e Maduros, për sa kohë që u bë qartë që kompanitë amerikane duhet të marrin naftën tuaj, do të proponojnë naftën tuaj, ju Amerikës do të shisni naftë në një shpim mjaft të volitshëm e tjerë. Pra, kjo është një çështje gjeostrategjike, kështu që kur flasim për ndërrimin e regjimeve, skenari që unë shoh më të mundshëm në raport me ndërrimin e regjimit është një gjysmë ndërrim regjimi. Pra një lloj ajatollahu që heq dorën nga këto islamizmat radikale në raport me politikën e jashtme të Iranit, pra jo në raport me politikën e brendshme, në raport me Izraelin, me mbështetjen e Hamasit, të Hezbollahut, të Houthëve e tjerë, dhe sigurisht që mban marrëdhënie korrekte me fqinjet saudit në vendet e gjirit, me Izraelin, me Shtetet Bashkuara të Amerikës e tjerë. Kështu që në raport me ndërrimin e regjimit të skenar shoh sa i mundshëm është, akoma ka shumë paqërsi dhe unë do të them që është i pamundshëm, është ka pak shanse të ndodhë, sepse Irani po reziston fatkeqësisht për mua që nuk më pëlqen regjimi i Iranit, ka të që thon fatmirësisht. Por Irani është duke bërë një luftë në një farë mënyrë të fortë dhe sigurisht që mbetet për të parë çfarë do ndodhë në raport me ndërrimin e regjimit. Mirë, Ruel, për të mbyllur, ndërkaq Irani ka lëshuar dhe kërcënime të reja kundër Shtetet Bashkuara, pra me këshilltarin ushtarak të udhëheqësit suprem të vendit, që ka paralajmëruar se xhiri i Omanit mund të shndrohet në një varrez pra për anijet luftarake amerikane nëse tensionet dhe prania ushtarake e Washingtonit në rajon do të vazhdojë të përshkallëzohet më tej. Mendon se mund të përdoret tashmë Irani dronë dhe raketa për të goditur flotën amerikane në gjirin e Omanit, dhe nga ana tjetër a mund të përfundojë kjo përballje në një garë të rrezikshme armatimi, do ta quaja, në lindjen e mesme? Gara armatimit në lindjen e mesme ka nisur prekosh, nuk ka nisur nga lufta amerikane në Iran, sepse Izraeli është një vend i militarizuar, Turqia është një vend thellësisht i militarizuar, Arabia Saudite për shkak të luftës që ka me Houthët në Yemen është një vend i militarizuar. Irani patjetër ka një ushtri, ka gardë revolucionare që po lufton me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nuk ka nisur kjo gjë militarizimi i linjës së mesme me luftën në Iran. Por mbetet thuhet që sigurisht që
në raport me mundësitë që Irani ka për të sulmuar lufthanjet amerikane në gjirë në atë